Ministria e Financave ka hapur ofertat financiare të 4 kompanive të cilat do të garojnë për blerjen e aksioneve të INSIG, të kompanisë vetme shtetërore në tregun e sigurimeve. Nga 7 kompani që kanë shprehur interesin në fillim, vetëm 4 prej tyre kanë dorëzuar propozimet. Oferta më e lartë është bërë nga Eurosig prej 2.2 miliard lekësh ose 15.9 milion euro, nga 15 milion euro që është vlerësuar kompania. Kompania Duraku ka ofruar 2.1 miliard lek, Balfin 1.6 miliard dhe Kastrati 1.5 miliard lek. Ministria e Financave, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike, mbas publikimit të ftesës për tender, organizon tendrin e hapur për shitjen e paketës së aksioneve të zotëruar nga shteti në shoqërinë INSIG SHA. Vlera nominale e aksioneve të INSIG SHA që ofrohet për shitje është 15.305.000 euro. Shitja e kompanisë INSIG ka rikthyer debatin politik mbi procesin e gjatë të privatizimit, i cili ka dështuar disa herë me radhë. Sot po shitet INSIG-u, me sa po shitet? Me 15 milion euro. Shko merri 2 herë vlerësimin e kompanisë ndërkombëtare, një nga kompanitë më të fuqishme në Europë. 38 milion euro e ka vlerësuar. Dhe INSIG-un e ka të ndisën nga një kompani lider dhe një kompani rajonale sigurimesh. Në një fantazëm, ofertat janë për te i parashikimeve më optimiste dhe faktikisht shkojnë dhe në 2.2 miliard lek. Qeveria ka nxjerrë në shitje 100% të aksioneve me vlerë 15 milion euro. Tenderi për shitjen e INSIG-ut ka dështuar disa herë që prej vitit 2007 që ka nisur procesi. Vlera e dhënë për këtë kompani ka qenë në rreth $50 milion. Ofertë e bërë nga një firmë amerikane e cila më pas u tërhoq